Pra i ka marrë 6 deputet, lëvizjes tonë, qylla i. Po nëse ne sot, po ju bashkë... Dale, jo tani. Një sekondë, Ta sqarojmë për publikun. Ju shkuat po prapë për ta mbështetur zotin Berisha që ja ka dhënë atë kod që ishte në korrik. Dhe keni shumë të drejtë me kandidatët e përbashkët në zgjedhje. E ke shumë gabim këtë më zonjë. E ke shumë gabim. Jo, po si e kam pas gabim. Po e ke shumë gabim, pra. Një kandidat pra mbështetur, nuk doni të përjashtoheshit nga opozita. Ju vendosën në cep të ringut dhe thatë nuk do dalim me ndryshe nga tjetër. Ne nuk kemi pranuar asnjë koalicion me partitë opozitare. Thamë do të mbështesim vetëm kandidatët që dalin të pavarur. Tani, kështu është, doni ta bëni ju ndryshe? Të njëjtët pra mbështetet. Ato që mbështeti Berisha, ato që mbështetet ju ishin po të njëjtët. Tani mos i themi të bardhës jeshile. Po jo, më nuk është ashtu, është kështu siç të them unë. Mirë, okay. Florian Bina ju nuk ditë këtë qenë ditë antar i Partisë Demokratike, përkundrazi, ka qenë një nga themeluesit e lëvizjes tonë. Është kështu apo jo? Po. Shpau i kandidatun i pavarur, të mos e mbështesim ne një nga themeluesit tanë. Është kështu apo jo? Atëherë nëse ju ta kishit për ta mbështetur për Tiranën, ta mbani se mbajt për partinë tuaj, Flor Binajn kur e kishit. Është dhe një herë tani, doli si i pavarur. Është kështu apo jo? Po, patjetër, tani është duke qenë se është kështu, do thënë siç është. Dhe unë po të them. Sot Edi Rama ka 9 deputet më shumë se sa vota ka marrë. Dhe i ka sipas formulës. Dhe nëse formula do të jetë proporcional kombëtar me lista të hapura, gjë që PD-ja e pamundsoi, si do ta bëjmë tani se janë prapë të mëdhenj? Të lutem, Edi Rama sot nuk do qenë pushtet. Pse nuk do qenë pushtet? Në korrik të vitit, po ja pra po ta shpjegoj tani. Po sigurisht më, kur njerëzit shohin që mes mundësisë që të ndryshohet dhe status quo. Ja thua, po. Po ma atë po them. Eksaktësisht atë po them. Pra po them që në muajin korrik të vitit kaluar, unë personalisht kam qenë komisionin përkatës me 21 firma qytetarësh dhe kam propozuar 2 projekt ligje. Një për votën e diasporës, 2 për hapjen e sistemit zgjedhor. Për votën e diasporës u pranua, për hapjen e sistemit nuk u pranua, bën atë që bën, dhe u kam thënë, po i jepnin tavolin Edi Ramës pushtetin, pse e bën atë që bën? Sepse një pjesë e përfaqësuesve të Partisë Demokratike mendojnë vetëm për karriget që duhet të mbajnë si pasojë listave të mbyllura, dhe jo për tranzicionin demokratik të pushtetit. Sepse për ata hao nuk është Edi Rama, hao është mos vi Adriatiku, apo 5 Adriatik të tjerë, apo X dhe Y, sepse duke mos qenë në pazar me klasën aktuale politike, janë problem për status quo-n, dhe ata nuk mund të gëzojnë as lejet e ndërtimit, nuk mund të gëzojnë as kotuqet e rehatshme në parlament, as favoret që marrin, por ndërkohë realitetin terren është krejt ndryshe. Sigurisht që përballë një pushteti që i ka të gjitha celulat e kapura, nuk mund të frymëzosh dot nëse nuk bën një ligj të drejtë. Dhe Partia Demokratike i ka shërbyer Edi Ramës në këtë pikë. Dhe a do t'i shërbej kësaj herë apo jo ngelet për tu parë? Jo, ka një shpresje se janë ulur prap. Nuk ishte pika. Po, pika që për... Vazhdon prap tani. Më thuaj çfarë do bëjnë të mëdhenjt në kurrizë të vegjelve? Nuk ka të mëdhenjt. Nuk ka të mëdhenjt edhe vegjel. Këtu ka 83 dhe këtu ka 83 mandate e Edi Rama dhe gjithë tjerët janë të vegjel. Në rregull? Sepse 50 mandatet e PD-s që i ka marrë për inercinë e faktit që është një parti historike, sot kanë 0 vlerë në raport me 83 mandatet e Edi Ramës. Është kështu apo jo? Këto janë fakte. Nuk ka rëndësi a ke 5 mandate apo ke 50, kur ai ka 83. Kur ai ka 83, je asnjë gjë praktikisht. Pra në parlament, sot kemi një dekor që kotsa të shkosh, aty brenda. Mund të shkosh mbash një fjalim të mirë. Dhe më thuaj pak nga pamjet e sotme të parlamentit, besoj e pe. Jam totalisht kundër atij modeli të bërit politikun. Unë jam i thar i oratorisë, i përballjes, i ideve. Parlamenti fakteve për të denoncuar, patjetër aty është vendi. Parlamenti vjen nga fjala, parla. Vjen nga kuvendi, të kuvendojmë. Nuk është parlamenti për të bërë ato që duhen bërë në rrugë. Ato hajtë bëjmë në rrugë. Mendimi im. Në këtë drejtim po them sot ka një parti të madhe që dominon gjithçka në Shqipëri dhe gjithë tjerët duhet të ridimensionojnë gjën. Populli, Republika, ne, të gjithë.